Është parandaluar një tentativë për import të paligjshëm të vezëve nga Serbia, të cilët para fesës së Pashkëve synonin të hynin në tregun vendas si vezë maqedonase. Bëhet fjalë për mbi 40 ton vezë të paetiketuara, të cilat janë shkatruar në deponinë Drislla. Врз основа на оперативни сознания и повеќемесечно професионално следење на активностите на домашните увозници и извозниците со јајца, на граничниот премин Табановце беше спроведена акција во која при детална контрола откриени се над 572.000 необележени свежи јајца, скриени зад првите палети со уредно декларирана стока. Në një dërgesë u gjetën 270.000 dhe në tjetrën 302.400 vezë të paetiketuara. Sipas Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë, kishte indikacione se këto produkte do të etiketoheshin në mënyrë të rreme dhe do të shiteshin si maqedonase, duke rrezikuar konsumatorët dhe konkurencën e prodhuesve vendas. Благодарение на брзата, стручна и одлучна реакција на Агенцијата за храна и ветеринарство, во соработка со Царинската управа, спречена е сериозна измама и потенцијален ризик за потрошувачите. Вкупната количина од 40 тони и 410 килограми јајца е прогласена за небезбедна и е нештетно уништена на депонијата Drislla. AUV paralajmëron luftë pa kompromis kundër mashtrimeve me ushqim, me kontrolle të intensifikuara dhe veprime në terren. Për subjektet e përfshira do të merren masa ndëshkuese, ndërsa do të verifikohet edhe aktiviteti i tyre deri tani.